kur filloi genocidi, vendosa me vetdije të plot që të shikoja çdo pamje që vinte nga Gaza, sado e rënd që ishte, me mendimin se kjo ishte më e pakta që mund të bëja për të solidarizuar me ata që humbistin çdo gjë, vetet e tyre, fëmijët e tyre, gjymtyrët e tyre, shtëpitë e tyre. Edhe pse kjo mund të kishte kosto psikologjike, prap ishte mendoja më e pakta që mund të bëja. Dhe gjatë këtij 2 vjeçari e gjysmë ka qenë një nga përvojat më zburoruese të jetës time, ku duke parë skena të pa imagjinueshme, që nuk e mendoja ndonjëherë që njerëzit mund të bënin diçka të tillë. E vetmja gjë që mund të bëja ishte të bëja like, share videove të ndryshme që vinin nga Gaza apo përgatiteshin për Gazën. Pastaj ishte si kripa në plagë edhe bashkëpunimi dhe bashkëfaqësia e qeverisë tonë dhe medalistit të zionizmit Edi Ramos në genocidin e Gazës. I gjendur para këtij realiteti të tmerrshëm, ka vendosur të bëj diçka duke i bashkuar Global Sumud Flotilla, që gjendet aktualisht në Kret. Një mision humanitar dhe paqësor për të thyer rrethimin e paligjshëm të Gazës, për të çuar ndihmë dhe për të qenë solidar me popullin e vuajtur të Gazës dhe gjithë Palestinës. Ndihem krenar që përfaqësoj vendin tim në këtë mision ndërkombëtar dhe shumë të rëndësishëm për ndërgjegjen e botës.